miq, ditën e sotme do flasim për një temë ndryshe që ka pushtuar mediat, rrjetet sociale prej disa ditësh dhe vendosa që ta ndjek si çështje duke ftuar njërin nga më të mirë që ka folur për këtë çështje, për çështjet e UFO-ve, dosjet që janë zbuluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do të flas me astrofizikanin Erald Buneci. Erald, përshëndetje dhe faleminderit që ndodheni në Kanada. Përshëndetje. Erald, misteret e universit vështirë është të gjendet fundi, por përse mendoni që këto dosje u hollën tani? Edhe gjatë bisedave që ju keni pasur, thuajse çdo ditë në media, por edhe informacioneve të shumta nga media në Shtetet e Bashkuara të Amerikës andej, mendoni që mundet, pra ka diçka konkrete te kjo apo është thjesht një tymnaj që është hedhur tani? Po u hollën tani pasi gjithmonë ushtria nuk mund të hedhë më njëherë ato sekretet e veta, kur ato bëhen të pavlefshme, pastaj me kohën, çdo gjë me kohën nuk kanë më interes, nxirren në publik. Dhe nuk janë nxjerrë të gjitha, po janë nxjerrë një pjesë e tyre. Sepse një pjesë, nuk është e gjitha që është nxjerrë. Jo, gjithmonë mbahet sekret një farkohë informacioni, për sa kohë një situatë është e nxehtë, domethënë, më vonë, pasi mbarojnë problemet, zgjidhen për situatat apo konfliktet, ato nxirren pastaj për publikun. Megjithatë, këto video të alienëve thonë që kanë dokumente. Këto nuk kanë asnjë gjë reale lidhje me alienët, ato janë thjesht video që përmbajnë objekte që nuk janë identifikuar nga ushtria dhe nuk mund të identifikohen për shkak të filmimeve, situatave që janë marrë filmat, objekte që nuk kanë shumë informacion në video dhe ato ngelen gjithmonë të pa-identifikuara. Jo vetëm ushtria, por edhe ne mund marrim fotografi të filma, video të pa-identifikuara. Dhe këto janë thjesht disa video ku ka disa objekte të cilat nuk kuptohet mirë se çfarë janë, pamjet janë të zbeta të turbullta dhe gjithmonë dyshimi njeriu çon ke alienët, tek ajo ekstremi i mundshëm, por ato janë thjesht video të objekteve fluturuese toksore, thjesht artificiale. Video materiale që janë publikuar dhe edhe për ju nuk është se ka dyshime aty. Kjo është e sigurt, domethënë që janë thjesht video të objekteve fluturuese artificiale njerëzore ose fenomene natyrore, objekte që fluturojnë, ndoshta një zog, ndoshta një diçka që e ka marrë era e fluturon. Te para disa vitesh kishim disa lajme që një pjesë e banorëve në një fshat në Topojan duke të Gramshit, thanë që kemi parë UFO, kanë zbritur UFO-t këtu apo në Fier. Besoj keni parë dhe ju ato lajme. Pra thjesht nuk kanë parë objekte fluturuese. Po, janë objekte që fluturojnë, që nuk detektohen nga njeriu, nuk e kupton se çfarë është, dhe vetë njeriu që e thot edhe beson, e thot ai nuk është e gënjen, ka raste kur nuk gënjen, ashtu e pan, duket e çuditshme, dhe thonë që është UFO, por po të kesh një mjetë më të mira vëzhgimi, atëherë e kupton, do e marrësh vesh se çfarë ka qenë, por nuk mund të direkt tek alieni. Në momentin që ti thua që unë nuk e di se ç'pash, aty duhet ndalosh. Nuk mund të vazhdosh të thuash pastaj që ka qenë kjo, kur nuk e di, nuk mund të thosh që ka qenë. Tu ndalon domethënë, nuk e di, kur nuk ke pajisjet e duhura, për shembull një teleskop, një gjë ta shohësh, ose një kamerë me super cilësi, nuk mund të thuash më shumë. Domethënë, nuk kemi deri sot asnjë video të pastër, të qartë, të paktën një video të mirë të alienëve, domethënë që video. Megjithëse sot me to AI me video që gjenerohen në mënyrë artificiale, ne mund të kemi alienin 3D në skenë dhe mund të mos e besojmë. Po këto video që janë publikuar deri tani që publikuar nga administrata Trump, të çfarë vitesh janë? Pra, si ka qenë niveli i teknologjisë atëherë? Ato kanë qenë thjesht video të viteve edhe 50-60 vjet të vjetra. Pra nuk e kishin që ta kishin atë teleskopin që ju keni aty. Po të ishte ky teleskopin, se cilën nga vitet, të gjitha do të ishin sqaruar, deshifruar të komplet dhe do dijej që se çfarë ishin ato objekte. Megjithatë, edhe nga filmimet, po ta analizosh mirë, janë filmime të videove të objekteve që lëvizin, që janë të mundshme që njeriu mund
mund të i bëjë nga ana me teknologjinë që ka patur në çdo kohë. Plus që Austria e ka interes që të përforcojë atë mendimin që UFO-t ekzistojnë nëpër tokë, to alienët kanë ardhur në tokë, me qëllim që të shpërqendrojë armikun. Nëse një ushtri dërgon një nga anët luftërake, dërgon një avion spiun tek një armik dhe armiku e zbulon praninë e këtij avioni luftërak, atëre janë dyshime që janë UFO ose alien, ndërkohë që misioni është tjetër, është mision spionazhi, zbulimi. Po, vjen misioni, dërgoj një avion sekret dhe nëse armiku e zbulon këtë avion sekret, ky thotë nuk kam qenë unë, por thjesht ka qenë ndoshta një UFO. Domethënë ato duan ta përforcojnë atë lajmin që UFO-t ekzistojnë. Domethënë është në interes të ushtrisë që UFO-t ekzistojnë. Duhet një tret për ta justifikuar. Po, duhet një tret për ta justifikuar, dhe kështu që shumë video për atyre janë të bëra në mënyrë artificiale. Janë bërë me qëllim që të përforcojnë idenë që UFO-t janë mes nesh, alienët janë mes nesh. Po ju me këto që me njërinë që keni, mendoni që pjesa tjetër që nuk është zbuluar, lët dyshime nga administrata, kanë fjalën nga dosjet? Po, patjetër dyshimet janë, po dyshime jo në drejtimin e ekzistencës së alienëve, dhe shumë video nuk mund të mos zbulohen kurrë sepse janë video që nuk kanë informacionin e duhur për të deshifruar. Plus janë bërë në mënyrë të vetëdijshme, janë bërë me qëllim që të përforcojnë të idenë e alienëve, që ekzistojnë alienët. Dhe kjo është bërë me qëllim për të kamufluar, për të fshehur gjithmonë qëllimet sekrete, qëllimet e zbulimit sekret, me qëllim që nuk kemi qenë neve që erdhën dhe ju vëzhguan, por ishin alienët. Dhe kjo ka qenë me shumë rëndësi për ushtrinë, që të ekzistojnë alienët. Kjo e shohën atë misterin e zonës 51 atje, apo ajo vazhdon? Jo, zona 51 ka patur një mister kështu në publik, kështu, por nuk është nuk përbën mister. Zona 51 nuk është përbën mister. Zona 51 është një rapart ushtarak, si gjithë rapartet e tjera, ku nuk lejohet të shkosh, por thjesht janë përhapur shumë fjalë me qëllim, gjithmonë, me qëllim nga ushtria amerikane, që aty të jetë diçka sekrete. Domethënë zona 51 nuk merret me luftë, por merret me këto fenomenet jashtëtoksore, me shkencë, jo me ushtri. Po normalisht zona 51 është një repart ushtarak si gjithë repartet e tjera. Asnjë ndryshim. Po thjesht janë hapur fjalë me qëllim shpërqendrimi që armiku mund të shpërqendrohet. Është gjithmonë kjo lloj interesi i ushtrisë. Por votjet që u publikuan, në mos gaboj, kishte lajme që 2 kanë kaluar dhe në Greqi, 2 raste. Apo gabohem te kjo? Po ka gjithë tani, nuk mund të jenë përqendruar UFO-t vetëm në Amerikë, do të jenë sa më origjinale, sa më normale. Mund të ketë kaluar këthe nga ne, se po pa të ardhur në Greqin, ndoshta janë gjithë. Po, patjetër. Duhet të jetë e shpërndar në mënyrë uniforme, në ana gjeografike, kohore, domethënë që bëhen sa më të besueshme. Është shumë e rëndësishme që të bëhet një shpërndarje normale nëpër gjithë tokën, që të bëhet sa më të besueshme fakti që alienët ekzistojnë. Por që janë thjesht, domethënë, interesa politik e ushtarak, gjithë ky interesi që UFO-t të jenë mes nesh, UFO-t ekzistojnë, alienët ekzistojnë. Edhe është thjesht një shpërqendrim ushtarak. Domethënë interesa ushtarak, domethënë, thjesht kaq. Me qëllim shpërqendrimin e armikut. Gjithë kjo është, gjithë ajo. Po në fund lufta që bëhet. Ju nuk besoni që mund të ketë jetë edhe përtej, pra jo vetëm ne mund të jemi në këtë univers? Unë jo se e besoj, po unë e pranoj që ka alien. Praktikisht 100% që ka alien. Nuk mund të them 100% se nuk e kemi parë akoma, por fakti që ato ekzistojnë ka pafund, ka shumë. Dhe me zhvillimin e teknologjisë së shkencës ne po shohim që plotësohet gjithmonë më shumë panorama që universi është i mbushur me jetë. Ka plot alien. Por fakti që na do të thotë për ju ka. Fakti i parë është që ja ku jemi ne. Fakti i parë që universi mund të formojë jetë në një planet
normal çfarë doshëm, duke ditur se ka me miliarda planete, me qindra miliarde, praktikisht pa fund, po ta shohësh në univers, derisa në një planet ka jetë, atëherë universi mund të formojë jetën. Ky është fakti i parë. Ne po kërkojmë të ngjashmit me neve. Çfarë ka të ngjashme me neve? Nuk mund të jemi vetëm ne. Gjithmonë ky syri egocentrist i njeriu e ka bërë njeriu që jemi vetëm ne, unë, neve, që në histori vetëm Evropa ka qenë kryesorja, nuk ka pasur kontinente të tjera. U zhvillua pastaj me Kolombin, u pa kontinente të tjera, nuk ishte vetëm Evropa. Pastaj tha, toka është qendra e universit. Gjithmonë ne kujtojmë atë qendrën, ne jemi qendra. Por do të shohim që ne nuk kemi të vetëm në univers, ka të tjerë plot. Kështu që duke parë se si jemi formuar ne, elementet kimike që kemi neve, janë 5-6 elementet më të rëndësishme që përbëjnë atë, janë elementet më të bollshme në univers. Ne nuk kemi formuar me një element kimik të veçantë që ndodhet vetëm në tokë. Jemi me më elementet më të bollshëm të universit. Për shembull me karbonin në krye. Karboni është një element kimik që vetëm karboni mund të formojë molekula më shumë se gjithë tabela Mendelejevit. Imagjino se sa molekula mund të formosh me karbon. Edhe ne bazën e kemi me karbon. Më e zakonshme mundshë. Pastaj duke parë se si veprojnë molekulat, atomet, çfarë natyre kanë ato? Ato janë magnetik, molekulet e atomet janë magnetik. Dhe në saj të energjisë që ka planetet, asteroidë, kometat, energji ka kudo, to tentojnë të bashkohen në forma të caktuara. Nuk mund të bashkohen në çdo formë, po në një formë të caktuar për shkak të fushës magnetike që i tërheq në këtë formë. Dhe kanë tendencë gjithmonë të komplikohen në mënyrë natyrale. Dhe ky komplikim të çon nga kimia organike, elemente inorganike, në organike. Dhe nga kimia organike, ato shumë kollaj pastaj mbrapa formojnë proteina, aminoacide që janë burët themeltar të ADN-s. Domthonë të shkojnë natyrisht drejt ADN-s, drejt formimit të jetës. Dhe kemi parë që me gjithë informacionet që kemi parë nga elementet kimike të paktën të sistemit diellor, asteroid që kemi parë, satelit të planetëve të tjerë, Jupiteri, Saturni, gjithë që kemi parë, gjithë objekte që kemi parë në sistemin diellor, kemi parë që këto elemente tentojnë të formohen në varësi të sasisë së energjisë që ka një objekt në sistemin diellor. Ka më shumë, është formuar dhe më shumë. Ka më pak, tenton të formohet më pak. Domethënë jeta ka tendencën të formohet në çdo objekt, në çdo gur në sistemin diellor të paktën. Po kudo është e njëjta. Domethënë jeta tenton të formohet në gjithë universin. Kështu që në varësi të energjisë që mund të ketë. Edhe në tokë, gjeologët që studiojnë tokën e kanë parë që jeta është formuar praktikisht në 1 sekond, në kohën gjeologjike quhet në 1 sekond, në një kohë shumë të shkurtër, 100-200 milion vjet. Jeta filloi të formohej. 100-200 milion vjet për tokën 5 miliard vjet, është si thua u ndes më një herë. Nuk mund të thuash ato 500 milion vitet e para që kanë qenë vetëm vulkane, asteroidë që binin, kanë qenë vetëm zjarr, po mbasi u ftohtë toka, 100-200 milion vjet, jeta filloi të formohej në moment në tokë, se ka pas energji toka. Edhe planetet e tjera. Por toka ka qenë atë zonën më të mirë, më të zona Goldilocks zonë thonë ato, që është uji është i lëngshëm, energjia është e bollshme, ka aktivitet shumë të madh në elementeve kimike dhe formohet jeta shumë shpejt. Dhe nuk e ndajnë dot tokën nga jeta. E quajnë të njëjtë si toka, si jeta, janë një grup bashkë. Domethënë jeta ka shumë aftësi që të formohet. Është shumë e fortë, është shumë, ndoshta jo e vështirë të formohet, por shumë e vështirë, ndoshta e pamundur të ndalohet formimi i jetës. Duhet parë me këtë vështirë. Neve jemi shumë mbrapa dhe sa kemi hapur syt. Ne po shohim vetëm disa pika në qiell me teleskop, lëvizim, marrim informacione me përgjithësi. Ne nuk kemi mundësi shohim universin akoma, jemi shumë mbrapa. Dhe nuk mund të themi që s'ka. Është shumë e guximshme të themi që s'ka me këtë teknologji që kemi sot. Domethënë, por logjika thotë ato që kemi marrë që jeta duhet të gëlojë në univers, do të ketë shumë jetë në univers. Po jo fare, por shumë jetë, shumë jetë. Ashtu sikur edhe ne nuk kemi ndaluar se eksploruar me këto mjete që ju tha që kemi misioni fundit ishte në hën, ashtu edhe jashtëtokstorët i bie që interesin e kanë ata ndoshta. Po e kanë patjetër, çdo gjë e gjallë ka interes të komunikojë. Është thjesht natyra e molekulave të bashkëveprojnë njëra tjetrën. Siç bashkëveprojnë molekulat, edhe ne bashkëveprojmë, flasim me njërin. Është e njëjta natyrë, po ato ligje fizike. Si për atomet,
edhe për ne që përbëhemi nga atomet. Është e njëjta rrjedhë. Dhe Alina të vinë në tokë nuk mund të jetë të fshehur. Nuk mund të di Alina se cila është struktura hierarkike e tokës, politika, ligjet, lufta, hallet e tokës. Alina kur vjen në tokë, vjen edhe të kërkon të flasi, do kërkon të komunikojë, të bëjë ndryshime patjetër, teknologjia është shumë e madhe. Lëviz shumë gjëra. Po themi në imagjinat tani, po thoni që të na ndryshojnë. Po është, ne flasim atë logjikën e mundshme që si Kolombi kur shkoi në Amerikë, ndryshoi shumë gjendjen atje. Filloi lufta, filloi shkëmbime tregtare, vdikën shumë njerëz nga viruset, ndodhin shumë fenomene kur një palë takon një tjetër. Sidomos kur ka një teknologji shumë të ndryshme nga ajo. Se mendohesh, nëse ato janë të aftë të vinë në tokë, do kemë patjetër një teknologji shumë të lartë se neve. Dhe kështu që ky bashkim do bëj disa ndryshime të dukshme. Po me këtë në shpejt i bie të vinë ata se të shkojmë ne, na gjejnë ata se ne. Duke qenë se ju tha që e kanë. Më e mundshme është që më e mundshme që të vinë ata se ne, se mendohet që ka shumë, mendohet që njëri nga ata mund të ketë teknologji më të lartë se neve dhe është më e mundshme që në vinë ata neve se të shkojmë ne. Ne do shkojmë, do avancohemi, do shkojmë në përvojë të tjerë. Po nuk kërkoja 200-300 vjet normalisht me këtë zhvillim që kemi, 200-300 vjet që të avancohemi në teknologji, që ndoshta mund shkojmë tek 10. Duhet të zhvillojmë konceptet jo teknologjike vetëm, por dhe shkencore. Duhet të ecim normalisht më shpejt se drita. Duhet të përthyejmë hapësirën, duhet të bëjmë disa gjëra, të vëmë në ligjet e relativitetit. Si funksionon të ligjet e relativitetit është vënë shumë pak në praktikë. Domethënë se kërkon sa energjia shumë të mëdha. Zhvillimi teknologjik, domethënë përdorim më i madh i energjisë. Po të kesh energji më të madhe në përdorim, do kesh një teknologji më të mirë. Është gjithmonë kështu kjo, përveçsin drejt. Dhe sa më shumë energji, aq më shumë përthysh hapësirën. Mund të ndryshosh natyrën. Edhe diçka të fundit kam për teknologjinë që ju e përmendët, me teleskopin tuaj deri ku dhe çfarë mund të shikoni? Me teleskopin tim praktikisht mund të shohësh çdo gjë që ndodh në qiell. Mund të shohësh kometa që lëvizin ngadalë, jo kometa ato që duken me sy të mëdha me bisht, po kometa kur janë larg duken si pika, si hyje. Duken si gur asteroid, i sheh që lëvizin. Çdo çerekore në sfondin me hyje, kometa lëviz. Ngadalë. Mund të bësh një film të bukur. Shef me gullnaje shef me ngjyra, qof me sy, qof me kamera që duken shumë më mirë pastaj me kamera. Shef galaktika, shumë të bukura, të errta, si njoha të bardha, por mund shohësh edhe krahët spiral galaktikave. Shef planetët, shef Saturnin me unaza, Jupiterin me satelitë, Saturnin me satelit, Neptunin blu në gurkali, në këtë ngjyrë shumë të bukur, Urani gjithashtu me satelitet e tyre. Shef hënën të duket sikur hecën në hënë, është gjigant, të duket, shef jo vetëm krateret, por edhe krateret e kratereve. Domethënë shef Afroditën, Afrodita do me ato fazat e Afroditës duket si një hënë në qiell. Ngjan hënës, gjithsesi nuk duken krateret, se Afrodita ka shumë atmosferë, 9 herë më shumë atmosferë se toka. Dhe 90 herë, jo 9 herë, dhe nuk sheh gjë poshtë, po duket si hënë duket ajo. Merkuri, që është shumë i vështirë të shihet dielli me këtë. Po kam atë lensën që e mbulon, që do pson dritën e diellit 10.000 herë që mund të shohësh diellin. Është shumë i rrezikshëm, por shumë i bukur. Ndryshon gjatë gjithë kohës. Domethënë mund të shohësh çdo gjë, çdo lloj objekti ti mund ta shohësh me këtë. Dhe ato videot e alienëve që shohin njerëzit që edhe un kam patur shumë raste që kam parë videot më dukur si alien, por që disa raste kam patur teleskopin dhe e kam parë me teleskop dhe është deshifruar që nuk ka qenë alien. Po mos kisha këtë, do thoya që ajo me vërtet mund të ketë qenë ndonjë UFO pakete e paidentifikuar, po ndoshta dhe alien do thoya. Por me këtë e kam parë që nuk ishte asnjë gjë e çuditshme. Por shumë video që shihen në mungesë të pajisjeve të duhur, ato ngelen në hipotezë njeriu mendon se mund të jetë ndonjë alien, ndonjë diçka e ardhur nga universi. Mendojnë fundin e ekstremit të misterit, domethënë. E kam parë. Mendoj se e kam parë fundin e të mistershmes. Por që ato janë thjesht video, pamje, objekte toksore dhe natyrore. Mund të jetë ndonjë gjese, shumë që lëviz shumë larg, mund të jetë ndonjë zog shumë i madh që kur është larg duket pak si po lloj, mund të jenë shumë, po jo alien. Nuk mund shkojmë direkt tek alien, është shumë larg, shkosh. Pra për ta mbyllur mund të themi që ka apo nuk ka sekrete më? Sekrete ka,
po jo sekrete që alienët ekzistojnë. Jo në këtë nuk mund të themi që Megjithatë ju besoni që ekzistojnë. Alienët ekzistojnë. Për mua 100%. Por jo që ato kanë ardhur në tokë. Nuk ka asnjë video që janë marrë, janë fotografuar apo takim të nivelit të tretë me alienët. Domethënë alienët nuk kanë ardhur në tokë. Nuk kemi fakte. Shkenca nuk mund të pranojë me fakte të sopër, fakte të thonjza që alienët kanë ardhur në tokë. Nuk kemi fakte që alienët kanë ardhur në tokë. Deri më sot. Por interesi edhe ka dhe shumë shoqata që tentojnë të përfitojnë në sajtet videove të alienëve. Formojnë, krijojnë vetë video, foto, marrin nga populli, paguajnë që të marrin disa foto alienësh dhe i nxjerrin me qëllim që të nxisin njerëzit. Ja, neve janë shoqata që përfitojnë në këtë drejtim, ëh. Siç përfiton dhe ushtria që të fsheh ato veprimet e veta në emër të alienëve, por dhe njerëzit, shoqata që merren, që pranojnë që alienët janë mes nesh, kanë atë biznesin e tyre. Është bërë kompleks në anën sociale sot. Pra është bërë gjithçka biznes. Po. Erad, faleminderit shumë për bisedën. Të jam mirënjohës shumë. Gjithashtu.